Profesor Dr. Lavdosh Ahmetaj sjell një botim mjaft interesant në fushën e drejtësisë, filozofia e së drejtës, fryma dhe shkolla e konstitucionalitetit të shtetit. Një botim ky, i cili është i vlefshëm jo vetëm për të rinjt, studentët dhe pedagogët, por edhe për njerëzit që japin kontributin e tyre në drejtësi. Ky botim karakterizohet nga një organizim racional i përmbajtjes së materialit, çka bën që të ezaurohet në gjatësi vektoriale, domethënëse nga pikpamja e refleksionit shkencor. Për ta bërë më të lehtë përcjelljen e ideve tek lexuesi, autori ka kushtuar një impenjim e vëmendje të veçantë strukturimit të kapitujve të punimit në funksion të përfitimit të një organizimi racional të përmbajtjes. Punimi i paraprin hyrja dhe më pas pjesa themelore e trajtesës organizohet në 70 kapituj. Dekani i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Vlorës Altin Shegani ka vlerësuar në parathënie këtë botim mjaft me vlerë, teksa thot se filozofia e së drejtës është një ndër disiplinat, shtyllat e formimit të nocionit të shtetit të së drejtës, me vlera të veçanta e të rëndësishme morale shoqërore. Pikërisht kjo është arsye kryesore që ajo serviret në korpusin e kurikulës juridike universitare. Trajtesa e këtij punimi, e konceptuar në 70 kapituj të saj, karakterizohet nga një organizim standardizues mbështetur në kriterin kronologjik që i paraprin karakterit të lëndës. Përndarja në kapituj është marrë për bazë kriteri tekstual, ndërsa për organizimin e materialit të shkruar brenda secilit kapitull është respektuar kriteri tematik. Në punim janë fiksuar pikërisht 4 shekujt e fundit, kur procesi i zhvillimit të shteteve europiane u karakterizua nga zhvillime intensive dhe qartësisht të dallueshme nga periudhat pararendase, të cilat kristalizojnë procesin e zhvillimit progresiv nëpërmjet zgjidhjes së krizave, si e identitetit, legjitimitetit, depërtimit në natyrën e rendit juridik. Njërazi, punimi profesor Dr. Ahmetajt arrin të karakterizojë diversitetin e opinioneve dhe interpretimeve të organizimit të ligjit si institucion brenda kuadrit të përgjithshëm të modernizimit evropian. Gjatë analizës së objektit të studimit është ndjekur parimi i kalimit nga e përgjithshmja tek e veçanta. Qasjet metodologjike të sjella prej autorëve të ndryshëm në lidhjen me filozofinë e së drejtës janë mundësuar në funksion të qëllimeve studimore dhe në këtë rafsh është të sjellë edhe një klasifikim kronologjik i tyre që krijon pamjen e vimësisë ideologjike. Qasja histografike, qasja kontekstualiste, qasja spekulative, edhe pse nisen nga njëjti truall studimor, ai europian, duke ndjekur kritere të ndryshme, kanë prodhuar këndvështrime dhe pamje të larmishme të kuptueshmërisë së materialit lëndor. Studimi ka sjellë një interpretim origjinal për qasjen kontekstualiste, ku lindjen dhe zhvillimin e filozofisë politike nuk e shikon si diçka abstrakte, por të mbështetur në kontekstin kohor, jashtë të cilit nuk mund të kuptohet krijimi i shtratit filozofik dhe juridik, por edhe kushtëzimi i premisave historike që përcaktojnë identitetin e epokës. Vëmendja studimore është fokusuar mirë tek kushtëzimet ideore dhe juridike të kohës, tek terminologjia dhe konceptet gjuhësore të saj, tek sinteza e marrëdhënieve politike, ekonomike, shoqërore, duke i parë të gjitha këto si parashtrat për zhvillimin e filozofisë së ligjit dhe institucioneve. Ky botim i profesor Dr. Lavdosh Ahmetajt nuk duhet të mungojë në bibliotekën e njerëzve që merren çdo ditë me drejtësinë.